Pas rikonstruksionit të plot, Pallati i Kulturës në Maliq do të shërbejë si një qendër e rëndësishme për zhvillimin e aktiviteteve artistike dhe edukative në qytet. Drejtoria e Pallatit të Kulturës, Dora Dajko, tha se kjo hapësirë pritet të gjallërojë jetën artistike në Maliq, duke mirëpritur shfaqje të ndryshme, koncerte dhe aktivitete kulturore për të gjitha grup moshat. Po presim që Qendra e Kulturës Multifunksionale Dimitar Orgocka ti presim shiritin edhe të fillojmë nga puna këtu në këtë godinë e cila siç edhe ju e shihni është tepër moderne, ka ruajtur edhe arkitekturën e viteve të shkuara. Siç të gjithë e dimë, nuk mundet të bësh teatr kur ti nuk e ke një skenë. Nuk mundet dot t'i sjellësh të rinjt dhe të punojnë në palestrat e shkollave. Sepse skena ka atë energjinë edhe ka atë emocionin që nuk ta fal dot as një sallë tjetër, as natyra edhe as diçka tjetër. Një vëmendje e veçantë është kushtuar fëmijëve dhe të rinjve, për të cilët janë parashikuar kurse të ndryshme për mësimin e veglave muzikore, si dhe kurse të gjuhëve të huaja. Është një qendër e cila nuk do të jetë thjesht qendër arti dhe kulture, por do të jetë tepër multifunksionale. Çka do të thotë se ne këtu do të sjellim kurse instrumentash, kurse pse jo edhe të gjuhëve të huaja. Jemi duke punuar për këtë, ne një program e kemi, por nuk dua që ta lançoj më përpara se sa duhet. Do të sjell jo vetëm për Bashkinë e Maliqit, por për gjithë qarkun e Korçës, aktivitete të cilat do të mirëpriten nga publiku edhe do të duartrokiten, jo vetëm nga fëmijët, të rinjt, por edhe më gjerë. Rikonstruksioni i Pallatit të Kulturës konsiderohet një investim i rëndësishëm për komunitetin, pasi krijon mundësi të reja për zhvillimin e talenteve dhe promovimin e vlerave artistike.